që ky nder i jashtëzakonshëm nuk mund të jetë vetëm për mua, por e marr në emër të Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar e mbi të gjitha në emër të të gjithë shqiptarëve myslimane të krishterë, të cilët vunë veten e jetët në rrezik gjatë orëve më të errta të historisë moderne dhe e kthyen vendin tim në të vetmin vend në Europë që e mbylli luftën e dytë botërore me më shumë hebrej se sa në fillim të saj. Unlike the other countries, Albania became a shelter. Ndryshe nga vendet e tjera, Shqipëria u bë streh për popullin hebre dhe ndryshe po kështu nga vendet e tjera, hebrejt nuk largoheshin, por erdhen për të gjetur streh, për të gjetur mbrojtje dhe për të qenë të sigurt. I cannot but recall here one of the Nuk mundem të mos kujtoj këtu një prej shumë episodeve të asaj faqeje të lavdishme të historisë sonë, kur të gjithë udhëheqësit fetar from the Nazis to handle the access of u thirrën nga nazistët për të dhënë qasje për të dorëzuar arin shqiptar dhe listën e hebrejve. Dhe ata menjëherë thanë, mund ta merrni Floririn, po hebrejt janë tanët, do t'i mbrojmë. and they didn't collaborate with the Nazis. Dhe ata nuk bashkëpunuan me nazistët.